Në kuadër të ditës kombëtare të pemëve e gjelbërimit të gjendur në të vetmin vend të gjelbëruar në qytet, Pyllin e Sodës, sërish evidentohet problematika e dëmtimit të pemëve. Qindra pemë shikojnë të rrëzuara në toke të tjera në rrezik shembje, duke përkështu që ashtu quajtura mushkëria e qytetit të Vlorës të zhduket dita ditës. Pyjet do të ruhen me polici bashkiake 24 orë për të shmangur çdo abuzim me Pyllin e Sodës, ndërkohë që do të marrin masat edhe për moratoriumin dhe zbatimin e tij. Ky ka qenë reagimi i Kreut Bashkisë Vlorë një vit më parë, mbas denoncimit të banorëve për shpyllëzim nga firma të pa identifikuara ende. E sërish sot, një vit më vonë, Pylli vijon të dëmtohet. E mbi të gjitha asnjë patrull policie nuk shikohet në terren. Pylli normale që po bëhet një masakër. Po shumë është premtuar që jo do mbillen, jo do riparohen, jo. Ja, asnjë gjë. Duket realiteti vet, si populli po jeton. Me turina në çdo krah. Taksat i kërkojnë, i pagojnë doni një. Punë s'ka, është dhe zonë turistike. Toko 2 vjet e fundit s'është bërë asnjë lëvizje, më para ka patur. Vinin i prisnin. I prisnin. Aktivitete ndryshme, biznese që hapishin privat. Nga kush i merrni lehet, dihen ato gjëra. Vetë populli di. Që ke ai sheshi ato po bën një vjet. Rëndësi do t'i japi vetë shteti edhe populli. Edhe populli se do t'i japi vetë rëndësi. Për shembull, në njëri dhe sa do t'jeti për energjeshëm, futu t'i ke energjeshëm, mos e prej. Po qa beson këtani, as mos i beso fare. Këta janë ca politikanë, ca i dut, që ne po shojmë makina, që ngarkohen me pisha dhe ikin. Ata po i këpusin mëj, i vën me traktor, në ata zetorët, i shkullin gjëja si kur i mori era. Ne këto i kemi mbjell me gjak. Këta janë njërës pa shpyrtu. As kanë shpyrta ashtu tjetu. Ti llogaritë se si e bëri punën fshatari këtu. Preu pishat, ku të linde, ku lejohet kjo. Ikt në fshati, be provë. Këput më një gorisë. Këput një gorisë edhe ngri një barang. Të lë fshatari. Po futu në Pyllë e shiko qa po punojnë me pishat. Futu shikoj qatë. Pylli i Sodës është cilësuar si mushkëria e qytetit Vlorës. Mbaroj mushkëria, qa mushkëria kërkon. Këtu janë plerat e Vlorës. Qa pisha kanë? Ti shiko tani si u rallua. I ka ndej më tej. Jesh u ma për ti. Këtu ke ardhur se qa ishte për të pre këtu. Në rase do bësh atiset edhe këtej. Çdo gjë ka marrë punë. Vetëm ka ngelur disa në abuzetet. Po të putesh andej në asfërnet si unë i kam bjellë vetë. Nuk kurzoj të marrë një pish. Jam dënuar për një plet 6 muaj. Vim fshatari badardin bën. Unë jam dënuar. Keni pa ndonjëherë polici bashkiake këtu që ta ruaj? Rase të ralla. Qa bëri? Qa premtoj? Bëri një rrugë. Kalona kambi. E kam për turp të jem në Vlorë. Po dilor ti ore gjoboja atë që mbirqeni. Unë jam dënuar 6 muaj më për një plepi. Kam rënë kështu ka qeni kalbur. Më dënojen me rogja 6 muaj. Këta po bëjmë badardin më me sharë. Shpeshherë, faji lidhur me dëmtimin e pishave i është faturuar shkaqeve natyrore, si erozioni apo erërat e forta, por siç dhe vetë banorët pohojnë, fajtor mbeten njerëzit që i dëmtojnë pemët për shkak të marrjes së trungjeve, e që ende asnjë nuk është penalizuar.